Horoskopi ditor dashi, sot, i dashur dash, hëna e plot sjell qartësi, epifani ose përfundim në një çështje të rëndësishme. Kjo ndodh në sektorin tuaj të komunikimit dhe ambientit të afërt, duke shkaktuar lëvizje në punët tuaja të përditshme, kryesisht në nivel mendor. Mund të ketë detyra për të përfunduar afate që duhen respektuar, përfundimin e një projekti ose studimi, ose lajme të lidhura me udhëtime apo çështje edukative. Kjo hënë e plot mund të çojë një projekt drejt përfundimit ose të sjellë një realizim të rëndësishëm në ndërgjegjen tuaj. Përpiquni të shmangni ndjesinë e mbingarkesës dhe përqendrohuni në prioritetet më të rëndësishme. Çfarë del nga zbulimet tuaja mund të sjellë ide të rëndësishme, veçanërisht lidhur me mësimdhënien, publikimin ose karrierën. Kjo është një kohë e mirë për të zgjeruar horizontet mendore, për të konsideruar mundësi të reja dhe, sa më shumë që të jetë e mundur, të prisni pak para se të veproni mbi to. Energjitë e ditës, kreativiteti, mirë, dashuria, shkëlqyeshëm, biznesi, mesatar në fjalë të thjeshta. Sot është dita për ide të reja, për të marrë qartësi mbi projekte dhe për të menaxhuar punët dhe komunikimin tuaj me zgjuarsi. Demi, sot, i dashur Demi, hëna e plot ndriçon një çështje financiare ose pronësie. Ajo ndodh në sektorin tuaj të burimeve, duke ju drejtuar vëmendjen tek para, pasuri personale, talente dhe burime të tjera. Mund të shfaqet një pikë kthese në një marrëdhënie të afërt me para, ose në biznes, duke sjellë një zbulim që do të sjellë ide të reja dhe të rëndësishme në ditët në vijim. Ndoshta do të duhet të mbroheni ose të vendosni kufi për veten, ose të merrni një mësim mbi menaxhimin e financave dhe burimeve tuaja. Kjo hënë lidhet gjithashtu me talentet, marrëdhëniet intime dhe pasionin, prandaj ndjenja të reja ose zbulime mund të përfshin këto fusha. Është një kohë e rëndësishme për të gjetur ekuilibrin midis dhënies dhe marrjes në një marrëdhënie. Mos nxitoni veprimet, por kushtojini vëmendje sinjaleve që ju jep intuicioni dhe emocionet. Ato mund të jenë çelësi për vendime të mençura dhe zgjidhje të qëndrueshme. Energjitë e ditës, kreativiteti, mirë, dashuria, shkëlqyeshëm, biznesi, mesatar në fjalë të thjeshta. Sot është dita për të reflektuar mbi financat. Binjakët, sot, i dashur binjak, hëna e plot ndodhet në shenjën tuaj, duke nxjerrë në sipërfaqe emocione të fuqishme, të thella dhe ndoshta të fshehura më parë. Ky është një moment i veçantë për lirimin e ndjenjave, për një epifani personale, ose për përfundimin e një cikli të rëndësishëm në jetën tuaj. Ndiqni me kujdes ndjesitë tuaja dhe mos e nxitni marrjen e vendimeve, lejoni që gjithçka të zërë formë në kohën e duhur. Sot mund të jetë pak e vështirë të merrni informacion të qartë nga të tjerët, prandaj durimi është çelësi. Nëse po mendoni për ndryshime të mëdha në jetën tuaj, është më mirë të prisni pak para se të veproni. Duke parë se cilat ndjenja dhe ide mbeten më të qëndrueshme pas reflektimit, fokusimi sot është tek ndjenjat tuaja. Mund të vijë një zbulim ose epifani lidhur me një partneritet, imazhin tuaj personal, pavarësinë ose aftësinë për të marrë kontrollin e jetës tuaj. Nëse keni kaluar kohë duke u përqendruar tek të tjerët dhe duke neglizhuar nevojat tuaja, kjo është një mundësi për të rikthyer pavarësinë dhe vetkujdesin. Ky është momenti për të kuptuar se ku jeni dhe çfarë ju nevojitet me të vërtetë. Vendimet e mëdha mund të merren më vonë, pasi reflektimi sot do t'ju japë më shumë qartësi. Për më tepër, kjo hënë e plot mund t'ju ndihmojë të ripërcaktoni marrëdhëniet. Gaforia, sot, i dashur gafore, hëna e plot ndodhet në shtëpinë tuaj të 12, duke sjellë mundësi të veçanta për zbulime dhe njohuri të thella personale. Intuicioni juaj është i fortë tani dhe mund t'ju japë mesazhe të rëndësishme. Kjo hënë e plot mund të nxjerrë në dritë një çështje të fshehtë ose private, të çojë një projekt pune drejt përfundimit, ose të tërheqë vëmendjen tuaj ndaj një problemi shëndetësor. Është një moment për të eksploruar ndjenjat tuaja të thella, të cilat mund të kenë qenë të fshehura për një kohë. Rrethanat ju kujtojnë rëndësinë e pushimit shtesë dhe kujdesit për shëndetin emocional. Veçanërisht nëse keni qenë shumë të përqendruar në fusha të tjera të jetës, ky cikël i hënës së plot nxit një dëshirë të papritur dhe jetike për të shëruar, për të rilindur, për të ushqyer dhe për të kujdesur për veten.
Është një kohë e shkëlqyer për të kontaktuar me atë që ka qenë duke u zhvilluar nën sipërfaqe dhe për të kuptuar më mirë vetveten. Në fjalë të thjeshta, sot është dita për reflektim, vetkujdes dhe rikuperim. Luani, sot, i dashur Luan, hëna e plot dhe favorizon kontaktin me njerëzit, shoqërimin dhe shprehjen e ndjenjave. Ky është një moment i veçantë për të kuptuar më mirë marrëdhëniet me miqt ose partnerët romantik, dhe epifani ose zbulimet të papritura janë të mundshme. Mund të vijë një kërkesë e papritur për praninë tuaj, një zbulesë romantike ose një njoftim i rëndësishëm, shpesh nga një mik ose i dashur. Një ndjenjë e të qenit i nevojshëm dhe e nevojës për të tjerët mund të jetë në qendër të vëmendjes. Rrethanat ju kujtojnë rolin që luani në jetën e të tjerëve, si bashkëshort, prind apo mik, dhe si ky rol ndikon në ndjenjën tuaj të përmbushjes dhe lumturisë. Sot jeni të nxitur të kushtoni vëmendje të veçantë miqve, ëndrave, shpresave, dëshirave dhe qëllimeve për lumturi. Merrni informacionin që vjen tek ju, por përpunojeni me kujdes dhe mos nxitoni vendimet. Në fjalë të thjeshta, sot është dita për shoqëri, zbulime mbi marrëdhëniet dhe vëmendje ndaj asaj që ju bën të lumtur. Është një ditë për të kuptuar rëndësinë tuaj tek të tjerët dhe ndikimin e tyre tek ju. Virgjëresha, sot, e dashur Virgjëresh, hëna e plot ju sjell në qendër të vëmendjes dhe rrit dukshmërinë tuaj. Me që kjo hënë ndodhet në kulmin e hartës suaj diellore, diçka del në dritë, zakonisht e lidhur me karrierën, reputacionin ose përgjegjësitë tuaja. Tani është koha për të kushtuar vëmendje rregullave dhe menaxhimit të kohës dhe fokusit tuaj. Mund të jetë e rëndësishme të mbani të ndara jetën personale dhe atë profesionale, pa lënë asnjërin anë pas dore apo e tepruar. Ky mund të jetë një moment i zënë për punë ose detyra, dhe ndonjëherë hëna e plot nxjerr në pahje imbalancat që mund të kishin kaluar pa u vënë re, duke ju dhënë mundësinë për t'i rregulluar. Ndërkohë që kjo hënë mund të sjellë njohje të shtuar ose vlerësim, duhet të jeni të kujdesshëm ndaj egzagerimeve ose informacionit të pasakt që mund të qarkullojë rreth jush. Më e mira është të vëzhgoni situatën, të përpunoni informacionin dhe të mos nxitoni gjykimet. Në fjalë të thjeshta, sot është dita për dukshmëri, menaxhim të kujdesshëm të kohës dhe energjisë, dhe për të rikthyer ekuilibrin në jetën tuaj personale dhe profesionale. Peshorja, sot, e dashur Peshore, hëna e plot ndodhet në shtëpinë tuaj të nënë, duke ju kujtuar nevojën për më shumë liri, spontanitet dhe përvoja të reja. Mund të lidhet me një projekt që po përfundoni, nevojën për të udhëtuar ose për të ndryshuar rutinën dhe mënyrën e të menduarit në një mënyrë të rëndësishme. Kjo hënë e plot sjell dritë mbi mësimin, zhvillimin personal dhe projektet që lidhen me njohuritë ose kreativitetin tuaj. Një ide që keni punuar mund të nisë të marrë formë dhe të japë rezultate pozitive. Fokusimi është tek rinovimi, rigjallërimi dhe ripërtëritja shpirtërore. Mund të ndjeni të tërhequr drejt rrugëve të reja mendore ose të perspektivave të freskëta. Duke zgjeruar horizontet tuaja, në fjalë të thjeshta, sot është dita për liri, përvoja të reja dhe për t'i dhënë jetës një frymë të re. Hëna e plot ju shtyn të eksploroni, të mësoni dhe të rriteni, duke ju ndihmuar të hapni horizonte të reja. Akrepi, sot, i dashur Akrep, hëna e plot aktivizon sektorin e hartës tuaj diellore që lidhet me financat e përbashkëta dhe burimet, duke nxjerrë në sipërfaqe çështje dhe ndjenja të fshehura. Mund të ketë disa situata dramatike lidhur me para, marrëdhënie të fuqisë, borxhe, mbledhje ose marrëdhënie intime. Është e rëndësishme të merrni kohë për vendime të rëndësishme në jetën intime. Emocionet sot janë të forta dhe shpesh në konflikt me logjikën, ndaj durimi dhe reflektimi janë të domosdoshëm. Nëse keni qenë të varur në mënyra të pakëndshme nga gjërat ose njerëzit, ky është momenti për të bërë ndryshime. Mund të përjetoni një moment të vërtetësisë që ju motivon të lëni një zakon të keq dhe të jetoni një jetë më të lirë dhe më të gëzuar. Zbulimet e sotme mund të sjellin ide të rëndësishme dhe mundësi të reja për ditët në vijim, duke ju udhëhequr drejt rrugëve më të mira dhe vendimeve më të zgjuara. Në fjalë të thjeshta, sot është dita për reflektim mbi financat dhe marrëdhëniet intime, për të kuptuar varësitë dhe për të bërë hapa drejt lirisë dhe lumturisë.
Shigjetari, sot, i dashur shigjetar, hëna e plot ndodhet në shenjën tuaj të kundërt dhe në sektorin e partneritetit, duke sjellë në dritë çështje lidhjesh ose duke nxitur një epifani ose pikë kthese të rëndësishme. Ky është një moment kur mund të vini re diçka që keni neglizhuar më parë, ose mund t'ju vijë informacion i ri që ndryshon lojën. Me diellin në shenjën tuaj këto ditë, interesat personale janë në qendër të vëmendjes, gjë që është e dobishme dhe e nevojshme. Megjithatë, nëse keni neglizhuar nevojat e marrëdhënieve, sot do t'i vini re qartë. Mund të vijë një provë e partneritetit, por gjithashtu një mundësi për të lidhur më thellë ndjenjat tuaja dhe për t'u lidhur me dikë të veçantë. Ky është një moment i mirë për reflektim mbi marrëdhëniet, për të kuptuar ndjenjat tuaja dhe për të vepruar në mënyrë të vetëdijshme, duke forcuar lidhjen me partnerin ose duke kuptuar më mirë nevojat personale, në fjalë të thjeshta. Sot është dita për zbulime në marrëdhënie, për të kuptuar ndjenjat dhe për të vepruar drejt një lidhjeje më të vërtetë dhe më të balancuar. Bricjapi, sot, i dashur bricjap, hëna e plot vendos emocionet në qendër të vëmendjes. Ky është një moment që mund të nxjerrë në dritë çështje të lidhura me shërbimin, punën, shëndetin ose jetën private. Mund të dalin në pa probleme ose mangësi në një projekt, por gjithashtu mund të shfaqet një zhvillim i ri, përfundimi i një projekti ose një pikë kthese që sjell veprim dhe aktivitet. Ngjarjet mund t'ju nxisin të bëni ndryshime në stilin e jetesës. Me që dielli po kalon përmes sektorit tuaj të privatësisë këto ditë, keni kaluar më shumë kohë se zakonisht duke kujdesur për shëndetin emocional dhe nevojën për pushim. Dhe nëse disa nga rutinat ose detyrat tuaja të përditshme kanë rënë pak pas dore. Sot mund të vini re këtë pakënaqësi dhe të rregulloni ekuilibrin, është e mençur të kushtoni vëmendje sinjaleve, intuitës dhe shenjave që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë një çështje dhe të merrni vendime të qëllimshme. Këshill praktike për sot. Kushtojini kohë vetes, kontrolloni detajet e projekteve të nisura dhe ndiqni hapat që ju ndihmojnë të riktheni balancën në rutinën tuaj. Energjitë e ditës, kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, biznesi, mirë. Ujori, sot, i dashur ujor, hëna e plot ndodhet në shtëpinë tuaj të pesë, sektorin e gëzimit, duke ju nxitur të njihni dhe të përqafoni ndjenjat romantike dhe krijuese. Kjo mund të lidhet me ndjekjen e zemrës tuaj, por mbi të gjitha është një moment për të kuptuar atë që ndjeni vërtet brenda vetes. Hëna e plot ka fuqinë të nxjerrë në sipërfaqe ndjenja të fshehura, dhe kjo ditë nuk bën përjashtim. Mund të ndihmojë që të filloni një projekt krijues, diçka zbavitëse, ose thjesht një aktivitet për kënaqësi personale. Një projekt, apo edhe një misi, mund të arrijë një pikë kthese, ose kjo mund të jetë një periudhë frymëzimi artistik ose romantik. Sot shfaqen nevojat tuaja për vëmendje speciale, reagim dhe argëtim. Është mirë të përpunoni dhe analizoni zbulimet e reja para se të veproni, pasi kjo është një kohë për epifani ose për një vetdije të papritur për ndjenjat që kanë qenë aty prej kohësh, por nuk janë shprehur ose vlerësuar. Energjitë e ditës. Kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, biznesi, mesatar, në fjalë të thjeshta. Sot është dita për të kuptuar zemrën tuaj, për të frymëzuar nga krijimtaria dhe romanca, dhe për të përjetuar ndjenjat që keni mbajtur brenda për një kohë. Peshqit, sot, të dashur peshq, hëna e plot nxjerr në sipërfaqe ndjenja të ndryshme dhe mund t'ju bëjë të ndjeni një nevojë të papritur për të riorganizuar prioritetet tuaja, ndërsa vëmendja juaj kthehet tek familja, shtëpia dhe planet personale. Situata dhe ndjenjat që më parë ishin të fshehura dalin në dritë, duke ju ndihmuar të kuptoni më mirë se çfarë kërkon vëmendjen tuaj. Ky është një moment për të gjetur ekuilibrin midis karrierës dhe jetës familjare, apo më gjerë, midis jetës profesionale dhe asaj personale. Kini kujdes të mos teproni dhe të mos neglizhoni nevojat tuaja personale. Hëna e plot sot mund t'ju kujtojë rëndësinë e elementeve emocionale dhe mbështetëse të jetës suaj, si dhe nevojën për të ushqyer dhe për të ushqyer emocionalisht. Energjitë e ditës, kreativiteti, mirë, dashuria, mirë, biznesi, mesatar, në fjalë të thjeshta. Sot është dita për reflektim mbi balancën jetësore, për të riorganizuar prioritetet dhe për të kujdesur më shumë për veten dhe për familjen.